Një eksperiencë unike që ndërthur një simbios mjaft të veçantë, detin, thellësitë në nujore dhe artin në të gjitha dimensionet e tij. Kjo është ajo çfarë ofron në bordin e saj dhe në pavionet e ngritura në kalatën numër 2 të portit të Durrësit, Ania Muze Art Esplora, e cila pas ditën e së njëjtës hapi siparin e 12 ditëve të mbushura me aktivitetet e larmishme artistiko-kulturore, të cilat i ofron falas për publikun e gjerë. Për këtë anije unikale në llojin e saj, ndalesa në Durrës është e para për këtë vit. Zhanret e artit janë të bëra bashkë nga më të ndryshmet, pra do të ketë performanca, do të ketë punëtori, ka ekspozita imersive, digjitale, ashtu siç është dhe pjesa anijes, e cila është, si thua, pika kulminante e gjithë festivalit, e cila mund të vizitohet dhe e cila çdo hapësirë në fund të ditës e ka një ekspozitë më vete artistike. Programi përmban jo vetëm art, përmban net të mbushura me muzikë, ku njerëzit mund vinë, kërcejnë, të dëfrehen. Pavionet si ekspozita imersive e tashme, apo ekspozita artit bashkohor nën kaltërsi, ishin ndër më të vizituarat nga vendasit dhe të huajt. Megjithse kishte vetëm pak orë që Ania dhe pavionet ishin hapur, të shumt ishin ata që kishin udhëtuar nga larg për ta prekur nga afër këtë realitet, sa konkret aq dhe virtual. Duket interesante. Isha shumë kurioze të shija çfarë ofronte Ania Art Explora dhe pavionet e saj. Këtu po shohim punime artistike mjaft cilësore. Ishte mjaft interesante të dëgjoja muzikë gjatë kohës kur po vinin për tek Ania, ndërsa kalonim pranë kontenierëve. Te kjo ekspozitë po shoh punime nga artistë të ndryshëm, disa më tërheqen shumë, disa më pak. Është mjaft bukur të shohësh nga afër gjithë këtë. Kemi parë vetëm pak gjëra deri më tani. Nuk kemi ngjitur ende në anije, por nga ajo çfarë shoh këtu më duket një iniciativë mjaft interesante. Kjo është hera e parë që Art Explora Festival vjen në vendin tuaj dhe uroj ta shijoni këtë eksperiencë. Krahas vizitorëve vendas dhe të huajt në bordin e anijes Art Esplora, u ngjit dhe kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga kryebashkiakja e Durrësit Emiliana Sako, ambasadori i BE-s Silvio Gonzato dhe ambasadoria franceze. Nga pranvera 2024 deri në vjersht 2027, Ania Muze do të udhtojë në 15 vende të Mesdheut, djep i qytetërimeve të mëdha dhe ndërthurjes së kulturave.